dorët vendimi i GMD-s në secilin takim, jo vetëm gjatë procesit të dialogut, por në secilin instancë ku ka një tentativë e cila arsyetohet me procedura të mbrëmshme të atij entitetin ndërkombëtar që Kosova ose të përdoret më fusnot ose të mos njihet si shtet i pavarur dhe sovran. Gjatë mandatit të zotit Biden, presidentit amerikan, pati një ndryshim të kursit amerikan në raport me formulën e një marrëveshje përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për këtë ndikoi natyrisht lufta në Ukrainë edhe shumë çka, derisa në ato momente qëndrimi amerikan ose deri në ato momente që ka qenë njohje ndërsjell, po respektim edhe i marrëveshjeve, më pastaj njohje ndërsjell direkte u hoq nga një formulim i mundshëm. Tani Serbia e kërkon me ngulm një krijesë të brendshme për brenda shtetit Kosovës, që është asociacioni komunave me Shqipërinë Serbe, për cilën nuk është që ka patur vullnet nga njëra dhe tjetra palë, nëse i referohen pozicioneve politike, të subjekteve politike për ta zbatuar. E kërkon me ngulm asociacionin, por nuk është e gatshëm ta bëj njohjen e ndërsjellë. Sa është realiste që një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të jetë e qëndrueshme pa e patur njohjen de facto dhe de jure, po e quaj njohjen formale të ndërsjellë, kur do dijej se cili do të ishte pozicioni i Kosovës dhe se cili do të ishte pozicioni i Serbisë. Apo është e dëmshme që të lejohet krijimi i asociacionit pa patur njohje të ndërsjellë, duke e ditur që e ke një shtet që të lufton nëpërmjet një mekanizmi dhe atë mekanizëm e krijon ose e ka shtesë eventualisht. Problemi me kur nuk është paraqit asociacioni si një kusht, ndërlidhet me disa lëshime që ne i kemi bërë më herët. Po filloj me çështjen e që s'është është harru çështjen e tabelave, ku ka fillu një antagonizëm i qartë midis edhe ka fillu të ngecë procesi i bisedimeve Kosovë-Serbi. Sot Republika e Italisë tabelat i ka I. Republika e Gjermanisë tabelat i ka D. Djepi gjithë republikave, Franca tabelat i ka F. Nuk i kanë as RF, as RD, as RI. Unë nuk e di me çfarë arsye u vendos shkronja R në tabelat e Kosovës. Nuk ishte me rëndësi si duket tabela. Mund t'i vendosim KO, KA, X, si që është në pasaport. Ishte me rëndësi që të legjitimohet një herë përgjithmonë autoriteti i cili i lëshon dhe administron tabela. Ajo është vetëm një segment, zoti. Po aty filloi arsyetimi që qytetarët serb të Kosovës kanë të drejtën të kërkojnë jashtë kornizës ligjore zgjedhje për të mirën dhe sigurinë e tyre. Kështu që alshim duhet të përmendet se duhet të rikthehemi atij lëshimi. Dhe asociacioni pastaj u imponua nga qarqet e Beogradit se një entitet që për mua e rrezikon kushtetueshmërinë e shtetësisë së Kosovës si një instrument për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve serb. Çka mendoj unë që është e arritshme me një plan mirë të studiuar dhe një platformë negociuese mirë të argumentuar, është që e drejta dhe siguria dhe mirëqenia e qytetarëve serb të Kosovës është e garantuar me Republikën e Qeverisë së Kosovës dhe me veprimet e qeverisë sonë, cila do që të jetë, të inkuadrimit dhe të përfaqësimit të drejtë të plot kuptim të qytetarëve serb si qytetarë të Kosovës, si në jetën politike, ashtu edhe në atë shoqërore, ashtu edhe në atë politike. Po, sa duhet ketë droj nga asociacioni, qytetari i Kosovës? A keni ju droj nga asociacioni? Droj s'kam as fare, sepse çka do që të jetë, kam pas disa biseda këtu me qeveritar, që ka mekanizma ligjor që asociacionin fundit, siç është edhe deklaruar shumë qartë vetë ambasada amerikane këtu, duhet të jetë në përputhshmëri me Kushtetutën e Kosovës dhe në përputhshmëri me kornizën ligjore të Kosovës. Përderisa kemi një kuvend demokratik,
që del nga zgjedhjet të lira dhe të drejta, gjithmonë kuvendi do ta ketë legitimitetin që të kanalizoj çfarëdo tentative për çfarëdo entiteti apo ligjshmërie që mund të jetë antikushtetuese apo mund të jetë e dëmshme për interesat e qytetarit të Kosovës dhe të shtetësisë së Kosovës, që ta menaxhoj dhe ta kanalizoj në esencë. Esenca tani është që të mos shihet asociacioni si garantues i të drejtave të serbëve, mirë po të shihet Republika e Qeverisë së Kosovës, të shihen institucionet e qeverisë, e shtetit të Kosovës, si garantuese të drejtave të qytetarëve, të gjithë qytetarëve, duke përfshirë edhe qytetarëve serbë të Kosovës. Po, do ndalim, po, nuk e di nëse ju ndërpreva, se deshe të pyesë edhe më tutje për raportin me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Si keni parë pozicionin e zotit Grenell dhe antagonizmin Grenell-Kurti? E kam patur një të kaluar jo të mirë, me akuza, sidomos që kanë ardhur në adres Grenell-Kurti, Kurti ndërkohë që në momentet e qeverisës parë, në marrëveshjen e Washingtonit, kishte refuzuar, më pastaj ishte rrëzuar qeveria. Tani ka dilema, pikpyetje se si mund të jetë kjo, edhe çfarë mund të prodhojë një antagonizëm i tillë. Grenell e shohim që nuk është në pozicionet të involvuar direkt për Kosovën, por megjithatë është këshilltar special, edhe ka portfolion më të madhe që mund ta ketë ndoshta edhe Kosovën. Por periudhës fundit është më i heshtur, por dilemat dhe frikrat në Kosovë ekzistojnë edhe më tutje se çfarë mund të prodhojë kjo situatë. Përqendrimet e tyre duhet me siguri të japin deklaratat ata mirë, po principi jam personal që për këto 25 vite punë gjithmonë është dëshmu si e vërtet, është që gjithmonë të nisemi nga fakti që shtetësia jonë, pavarësia jonë, liria jonë, përkundrejt sakrificës së brezave të qytetarëve tonë, ne gjithashtu duhet jemi të falenderues secilit qytetar amerikan. Sepse secili qytetar amerikan ka qenë pjesë e përkrajës së shtetit amerikan, jo vetëm për fitimin e pavarësisë dhe lirisë tonë, po edhe të forcimit të shtetit tonë dhe të shtetësisë tonë. Principi i dytë është shumë i thjeshtë. Secili zyrtar amerikan, pari ishte mbi qytetarin amerikan, i dytë është mbi zyrtarin amerikan, duhet të trajtohet në bazat të një miqësie dhe të partneritetit të mirëfillt. Unë mendoj që ka shumë çka duhet të përmirësohemi që ta ripërtrim partneritetin e mirëfillt dhe të plot kuptim dhe aleancën tonë dhe miqësinë tonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me qytetarin amerikan, me zyrtarin amerikan. A është dëmtuar kjo relat që ka qenë e shenjtë për Kosovën vazhdimisht? A është dëmtuar periudhës fundit në Amerikë? Nuk mendoj që është, sepse po shohim deklaratat e... Nuk mendoni që është? Nuk mendoj që është dëmtuar, sepse po shohim deklaratat e qeverisë amerikane, po shohim deklaratat e ambasadës amerikane këtu, që janë shumë entuziast që në çdo mënyrë, shumë gjitha projekte që janë përkrahur nga qeveria amerikane në Kosovë, që janë shumë entuziast që në çdo mënyrë ta ndihmojnë Kosovën, qytetarin e Kosovës, shtetësinë e Kosovës.